Gostivari shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme më 11 janar të këtij viti, jo sepse do, por sepse u detyrua. Më 2 tetor të vitit të kaluar në këtë komunë nuk pati as legjitimitet, por as cenzus. Garës i rikthehet një emër i vjetër, Nevzat Bejta. 8 vite pas largimit nga komuna, ai kthehet sërish në Garë, por jo në kuadër të VD-s, por me koalicionin Vlen. Ndryshimi i kursit politik apo thjesht një ndryshim logoje? Kjo është pyetja reale. Qyteti përballet me shumë probleme, mungesë parkingjesh, kaos urban, mbeturina, ndërtime pa kontroll, premtime të vazhdueshme nga çdo pushtetar që vjen në krye të komunës. Por a ka zgjidhje? Bejta thotë se ka një përgjigje për të gjithë këto probleme, ndërsa kundërshtarët e tij thonë se pikërisht ai është problemi. Ai është sot në histori për t'ju përgjigjur të gjithë këtyre pyetjeve dhe pse qytetarët duhet t'i besojnë sërish dhe pse kësaj radhe vjen me Vlen. Mirë se erdhët, zotri Bejta, në histori. Mirë se u gjetëm. 8 vite në komunë, ishi 2 mandate, ikët më pas, u rikthyehet tani në Garë sepse doni Gostivarin apo sepse BD-u ambylli dyert? Faleminderit njëherë për ftesën. Unë jam një emër i njohur për të mirën e qytetit të Gostivarit. Për 8 vjet e shkuar, unë kam bërë punë të mira për qytetarët e Gostivarit. Kam realizuar projekte të mëdha që qytetarët i shijojnë, edhe Gostivari përpara se të vi unë ka qenë një fshat i madh, unë e bëna një qytet të madh, edhe me ardhjen time gjithë qytetarët e Gostivarit krenoheshin me investimet e mia për shkak se qyteti e mori pamjen e një qyteti, ashtu siç e donë qytetarët, higjiena ose pastërtia shkëlqente, u filloi ndërtimi i qytetit, edhe u zbukurua qyteti dhe çdo qytetar që vinte nga jashtë krenoheshte me punët e mira që unë i kam bërë. Keni ndonjë hatërmbetje me Ali Ahmetin që tani keni ndryshuar? Nuk kam asnjë hatërmbetje, kemi komunikim, por unë tash dal si kandidat që më përkrahin shumica e qytetarëve dhe gjithë partitë politike, dal për të mirën e Gostivarit. Unë e kam moshën e tillë që vi në krye të Gostivarit për të bërë punë për Gostivarit dhe që u shërbej gjeneratave të reja në qytetin e Gostivarit. Siç e shikoni edhe ju, qyteti është shumë i ngarkuar, trafiku siç e shihni edhe ju vetë. Çfarë do të bëni ju për ta zgjidhur problemin me kaosin urban? Unë edhe në mandatet e mia e kam zgjedhur kaosin urban, sidomos kaosi krijohet kur vinë bashkëqytetarët tanë në vendlindje. Unë jam i njohur në Gostivar që kam ndërtuar urën, listë që lidhen 2 anët e Lumit Vardar, 2 anët e qytetit të Gostivarit, dhe me atë urë është shkarkuar komunikacioni dhe nuk ka rëmuj. Sikundra mos ndërtoheshte ajo urë në mandatet e mia, merrni me mend se si do ishte komunikacioni në qytetin e Gostivarit. Sa parkingje do të ndërtoni për shembull? Transportin publik nuk është se funksionon këtu. Parkingje do ketet. Me qytetarët kam biseduar edhe për transportin publik. Ato ju kam premtuar, asgjë nuk kanë realizuar për asaj që kam premtuar. Ata le thonë, përveç vjedhjes së arkës së buxhetit të komunës së Gostivarit, le dalin le thonë se kanë bërë një realizim, një projekt që ka shkuar në të mirën e Gostivarit dhe qytetit të Gostivarit. Sa parkingje do të ndërtoni? Parkingjet na nuk mund t'i themi përmendsh, por në kohën time ka qenë i paraparë që ndërtohet një parking nën toksor dhe mbi toksor te parku i qytetit. Me ardhin e tyre ato e ke shpërdorën atë projekt dhe e bën objekt afaris që është jo legal. Edhe besoj që me ardhen time me njerë do të shëndrohet ashtu siç është e paraparë me projekte dhe me plan general dhe plan detaj. Por nuk keni diçka konkrete sa i përket parkingjeve, sepse nuk normal që kemi tash. Po për shembull në cilin vend e keni paraparë të ndërtohet parkingje? Atë do ta bëjmë me ekspertët. Pasi të vim në komunë të shohim tokë shtetërore ku duhet të ndërtojmë parking për të zgjedhur problemin e parkimit të qytetarëve Gostivarit. Zotri Bejta, shohim që domethënë përveç kaosit urban, shohim edhe shumë ndërtesa, ndërtime pa standarde, pa gjelbërim, pa hapësira të gjelbra, pa parkingje.
Kjo pothuajse nisi edhe në kohën tuaj. Pse e lejuat edhe një gjë të tillë? Jo, në kohën time çdo gjë është Shumë ndërtesa të Jo, ngjeshura. në kohën time çdo ndërtim është bërë në bazë të planit gjeneral edhe planit detaj. Asgjë nuk është ndërtuar në mënyrë ilegale. Me ardhjen e Teravarit dhe që ka vazhduar nxënësi i tij, Valbon Limani, u thyen rregullat ligjore dhe ato kanë ndërtuar, realitet kanë lejuar që ndërtohen ndërtesa shumë pa le, edhe ajo ngelen si obligim që si ta zgjedhim atë problem, prandaj Arben Teravari ka 6 kallëzime penale për shkeljen e rregullave të ndërtimit. Çfarë do të bëni sa i përket infrastrukturës? Infrastrukturën na e kemi rregulluar. Na do t'i kushtojmë rëndësi në bashkëpunim me qytetarët. Atje ku nuk është rregulluar infrastruktura, do të rregullojmë. Për shembull, lagja Mllaki, që u ka premtuar që 8 vjet ende ka ngelun e pa realizuar. Dhe ato më presin me padurim që të vi unë të realizoj, edhe shumë lagje tjera dhe shumë fshatra tjera që ju kanë premtuar dhe nuk i kanë realizuar, mu më njohin si kryetar komune kur në premtoj edhe e realizoj. Flasim pak për ujërat e zeza dhe Vardarin. Një pjesë e madhe e lagjeve dhe fshatrave derdhin ujërat e zeza në Vardar. Si do ta zgjidhni këtë problem? Për ato informacione nuk i kam, po e di në qytet se kemi ujërat e zeza shkojnë në vendin e duhur dhe kanë kanalizimin e tyre dhe Po fshatrat, për shembull Çegrani, dhe do të derdhen në Vardar. Atje do të bëjmë stacionin e filtrimit. Ato e premtuan, a unë ishnja gati në mandatet e mia, por erdhen ata dhe ata nuk bën asnjë punë, përveç që kanë shprazun buxhetin e komunës së Gosivarit. Po do ta zgjedhin, patjetër do ta zgjedhin. Për mandatin e parë do bëjmë shumë punë sa do të krenohen qytetarët e Gosivarit. Po ujërat e zeza për shembull në përfshatra, në Çegran. Në Çegran për shembull ju e premtuat në vitin 2013. A është ajo një pjesë e dështimit edhe faji juaj? Në Çegran unë kam filluar. Po nuk ka mbaruar, Çegrani ende është. Erdhen ata dhe nuk punuan. Ata i vjodhen parat e qytetarëve që vinin në buxhetin e komunës. Unë me ardhen time, gjithë vendbanimet do kenë kanalizim për ujërat zeza dhe pastaj do ndërtohen stacionet filtruese që ujërat e zeza të jenë të pastra kur dalin në... Zotëre Veta, po ju patët kohë 8 vite, pse nuk i ndërtuat këto brenda atyre viteve që ishi mandatar? Po nuk bëhen ata, kur erdhe unë fillim, në Gosivari nuk i ngjante, thash, nuk i ngjante qytetit, ishte një fshat i madh. Bëna reformë ndaja, hoqëm shumë objekte për ta marrun qyteti pamjen që i takon si qytet. Të flasim pak edhe për mjedisin. Çfarë do të bëni për, domethënë, mbeturinat? Shohim që qyteti nuk ka kontejner, nuk shohim një pastërti, domethënë, të theksuar në qytet. Po i përsërisim, thash se na kemi projektin, kontinjer nën toksor. Edhe mbeturina nuk do kitë mbi toksore, edhe Gosivari do shkëlqej ashtu siç e mbajnë mend shkëlqimin nga mandatet e shkuara. Gosivari është pothuajse disa herë në ndër qytetet që ka ajrin më të ndotur më shumë se nga e lejuara. Çfarë do të bëni sa i përket ajrit të ndotur? Teknika shkon përpara dhe shumica e qytetarëve do të fillojnë të blejnë vetura elektrike, edhe dal nga dalë qyteti do të fillohet të pastrohet. Po për shembull komuna do të ndihmojnë këtë rast, do të subvencionojë qytetarët që të blejnë vetura elektrike, se jo çdo kush ka buxhet që... Janë gjëra që do të rregullohen me ligj. Në Evropë shumë shpejt do jenë të obliguar çdo qytetar të ketë veturë elektrike. Komunaleci pothuajse është një ndërmarrje e cila është në kolaps. Më shumë shohim administratë sa punëtor në terren. Deponia Rusino pothuajse është në prag të falimentimit. Çfarë do të bëni ju? Ndërmarrjen publike. Unë në mandatin tim kam lanur në fazën e përfundimtare për të zgjedhur gjitha problemet. Me ardhjen e tyre, ata e shkatruan gjithë ndërmarrjen. Ndërmarrja ka hyrë në borx me 15 milion euro. Punëtorët të cilët... Po sa ishte borx në kohën tuaj? Ka pas borx. Në ndërmarrjen komunalet që punojnë punëtorët nuk kanë sigurim shëndetësor. Për 8 vjet ata punëtorë kanë punuar pas sigurim shëndetësor. Është mëkat i madh. Edhe
Atë që e kam bërë edhe në komunë, edhe në ndërmarrje, kam paguar shumë militant partijak. Në komunë kanë harxuar në vit 500.000 euro për t'i financuar militante. Zotri Beta, në administrat ka pas militante dhe në kohën tuaj? Jo, s'ka pas. Me kontratë të cilët i keni larguar në vitin 2000. Le dalin le t'i thonë. Ata të cilët ishin me kontratë në vitin 2013 ju i larguar. 500.000 euro kanë dhënë në vit për militante që kanë detur në shtëpi, kanë marrur para edhe nuk kanë punuar. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe ndërmarrja. Të unë nuk do kete një gjë të tillë. Shumë vetë që gjoja se i kanë punësuar, ata nuk kanë shkuar në punë, edhe kanë marrur rrogë vetëm për të bërë aktivitete politike për Taravarin dhe Limanin. Me deponinë Rusino, çfarë do të bësh? Është një projekt i madh dhe gjithë territori i vendit tonë në Maqedoni është i ndajtur në 6 regione. Regioni i Pollogut i takon Gosivarit. Besoj se jemi në bisedime me kompani të mëdha që kanë përvojë nga vendet e tyre që i kanë bërë më herët, do të vinë në Gosivar dhe do ta zgjedhim atë problem një herë për gjithmonë, duke bashkëpunuar në kuptohet me pushtetin qendror. Zotri Beta, doja t'ju pyes pak për punësimet në administratë të cilët janë me kontratë. Në vitin e 2013 ju larguat disa të cilët ishin me kontratë. Do t'i largoni përsëri nëse ka ende me kontratë aty? Unë nuk vi për të larguar asnjë, unë vi për të realizuar projektet e mëdha, vi për të bërë punë të mira për qytetin e Gosivarit, ta shohin qytetarët Gosivarin ashtu siç zonë. As nuk vi për t'u hakmarrun. Ata të cilët janë duke punuar, do të vazhdojnë të punojnë punën profesionale. Se nuk janë ata fajtor, nëse e prorët e tyre kanë bërë keqpërdorimin e pozitës zyrtare si kryetar komune, edhe e kanë vjedhur arkën e komunës së Gosivarit dhe e kanë shkatruar Gosivarin. Gjithë ato të cilët janë me kontratë dhe i duhen komunës do të vazhdojnë që të punojnë në të mirën e komunës. Asnjë, edhe atëherë nuk kam larguar, ato vetë janë larguar vetë. Edhe tash, nëse dikush largohet vetë, unë s'kam çka t'i bëj, unë s'unë vrapoj mbas atij. Ato le rrinë në vendet e punës, le t'i shërbejnë qytetarëve të Gosivarit. Flasim pak për arsimin. Sa shkolla do të ndërtoni, sa çerdhe do të bëni, sa do të riparoni? Unë kam ndërtuar në mandatin e shkuar shumë shkolla, i kam bërë rikonstruimin e shkollave, por ata kam bërë keqpërdorimin e mjeteve financiare që vinë nga fondi i Ministrisë së Arsimit. Në kohën time nuk është bërë një keqpërdorim për 1 dinar. Merrem me mend ata, se me ato fonde financohen mësimdhënësit, mjetet që vinë për ndërtimin e rikonstruimin për shkollat, edhe mjetet financiare që vinë për mbartjen e nxënësve prej shtëpive të tyre deri te shkollat dhe anësia. Ato pare në vend që t'i shfrytëzojnë për nxënësit, ato i kanë keqpërdorur për t'ju dhënë militantëve të tyre dhe tash borxhi është afër 2 milionë euro. Gjatë gjithë kohës po ju dëgjoj duke akuzuar. A do thotë që kjo ikni përgjithësisë dhe përgjigjeve sa shkolla do të riparoni, do të ndërtoni, çerdhe, ka domethënë fëmijë të cilët janë në listën e pritjes. Pa do të riparoni ndonjë shkollë, ka nevojë. Sa salla sporti do të ndërtoni? I kemi rregull. Salla sporti kom ndërtuar në shumë shkolla. Kom ndërtuar te shkolla. Për shembull salla sportive në Forin ishte i vitin 2013. Salla në sportive në Debresh. Ismail Qemali. E kemi shkollën te Mustafa Kemal Atatürku që janë realizuar në kohën time. Ato projekte janë bërë, por nuk i kanë realizuar. Por në Forin dhe Debresh? Pa ato erdhen. Po ju 8 vite ishin në krye të komunës. Jo, në kohën time ka filluar dhe ka përfunduar në Debresh. Në Forin erdhen ata 8 vjet. 8 vjet nuk kanë realizuar asnjë projekt. Unë kam realizuar dhe i tregova edhe sallat të cilat i kemi ndërtuar. Qente ndacak një problem territorial. Çfarë do të bëj Nevzat Beta nëse e merr komunën e Gosivarit në menaxhim? Atë kam projektin tim, për ato për Strehimorja nuk është që funksionon. Për 8 vjet kanë harxuar. A e mbani ende propozimin që çdo lagje të ketë nga 100? Dëgjoj. Apo ato për 8 vjet kanë harxuar me 100.000 euro, gjoja se i trajtojnë qendet e ndacak në rrugë. Po cili është plani juaj konkret? Ata nuk i kanë trajtuar, veç që i kanë marrun parat i kanë vjedhur për interesat e veta. Na, me njerëzit profesional, do t'i trajtojmë edhe unë ju garantoj qytetarëve se në mandatin tim të ardhshëm nuk do kete asnjë qen e ndacak në rrugët e Gosivarit. Edhe 2 pyetje të fundit.
Shumicën e këshillit në Gostivare ka, domethënë, AKI, koalicioni AKI. Si do t'ja bëni ju në qoftë se zgjidheni kryetar komune? Si do të funksiononi? Shumë mirë do të funksionojmë, 23 këshilltarë do të votojmë për propozimet e këshillit dhe propozimet e mia, për shkak se unë do t'jap propozime për të mirën e qytetit të Gostivarit dhe çdo këshilltar e don Gostivarin dhe do të votojë. Jeni i bindur se do t'ju përkrajë 100%, nuk do t'i përkrajë. Nuk do t'i përkrajnë ata të cilët kanë bërë keqpërdorimin e detyrës zyrtare dhe i kanë keqpërdorur mjetet e qytetit të Gostivarit. Çdo denar do të shfrytëzohet për realizimin e projekteve që do shkonin në të mirën e qytetarëve. Ju kërkoni edhe një mandat të tretë. Mi thoni 3 projekte kapitale për të cilët nuk do të flasim përsëri pas 4 vitësh. Po i thash, tash do t'i përsërisim me qenë se ju e parashtroni pyetje. Një, hapjen e bulevardit dhe ndërtimin e rrugë e urës 2 mbi lumin Vardar, që do të shkarkohet komunikacioni. E dyta, pastërtia të jetë në nivel të lartë, që mos kiten veturina mbi tokë, do ndërtohen kontinjerët nën toksor. Dhe e treta që e kërkojnë qytetarët është hapjen e rrugës prej daljes së Forinës deri në daljen e Gostivarit, që e shkarkon shumë komunikacionin në periudhën kur vijnë bashkëqytetarët tanë në vendlindje. Edhe unë do të realizoj projekte në bashkëqeverisje me qytetarët. Ato projekte që ato i kanë mësët e nevojshëm, atë projekt do të realizojmë. Jo të bëj projekte simbas dëshirës teme, por simbas kërkesës së qytetarëve. Faleminderit shumë për kohën dhe suksese. Faleminderit edhe juve.